Si misafir të dytë në studio kemi një njeri që ka shkruar histori. Një sportist që ka ngritur Maqedoninë e Veriut, gostivarin dhe shqiptarët në podiumet evropiane, po edhe botërore. Një djalë i cili për më shumë se një dekadë na ka mësuar se çfarë do të thotë disiplinë, sakrificë dhe dinjitet në sport. Një kampion 4 herë europian, medalist botëror, sportist i vitit dhe për shumë të rinj, një frymëzim i gjallë. Dhe tani, ai ku rrugëtimi i tij si sportist aktiv u mbyll, hapet për të një kapitull i ri. Po, dua të flasim me të më gjërësisht rreth kësaj çështjeje. Sot në studio është Berat Jakupi. Mirë se erdhe Berat. Gjëran, faleminderit për ftesën. Është e kënaqësi që sot jem mysafiri juaj në emisionin e mëngjesit. Faleminderit. Një kapitull po e mbarove, jo po e mbarove javën që lam pas. Si u ndjeve që pas aq shumë viteve e përfundove me shumë dinjitet, me shumë sukses, shumë njerëz përreth vete të cilët ishin aty me ty? Realisht i emocionuar tepër kam qenë, sidomos atë javë kur përgatitesha për të organizuar manifestimin. Më kujtoheshin ato momentet e para të karrierës sime, si kam filluar, si jam përkushtuar gjatë gjithë jetës, edhe normal që kur përkushtohesh me një punë mbi 24 vite, edhe ndjenja nuk është se mund ta pranosh. Ta lesh anësh. Po, ta lesh anës edhe mos kesh një farë lloj emocioni, por sporti është i tillë që nuk zjatën karriera sportive si në disa profesione, për shembull që mund nisish me 10 vjeçare dhe të mbarosh me 60, 70, siç është kultura, muzika. Në sport, domethënë, karriera është e shkurtër, që më vonë mund të avancohesh si trajner ose si ndihmës i sportit. Të kontribosh në sport, po jo ti personalisht të merresh. Personalisht, po, karriera sportive mbaron siç e kam mbaruar unë 32-3 vjet, dhe mund të them lirisht që ishte emocionuese për mua. E përmende në fillim se gjatë asaj jave që jeni organizuar, të kanë shkuar ndërmend fillimi, të kanë shkuar ndërmend sfida që i ke kaluar. Kush ishte personi i parë që e pa kampionin tek ti? Realisht unë edhe herë tjera e kam potencuar që fillimet e para kanë qenë në vitin 2000, ku dhe ti ishe? Unë isha, se i bje, 6-7 vjeç, dhe unë isha si musafir në seminarin e organizuar nga profesor Besniku, dhe instruktori asaj kohe, kampioni Enveri Drizi. Unë isha si musafir paka shumë rastësisht, sepse profesor Besniku është buri i hallës, dhe ai organizoi atë seminar, dhe unë shkova të vizitoj hallën realisht, edhe aty unë njoftova për herë të parë me sportin e karates, dhe pas një viti, në vitin 2001, u hap klubi i karates Fati, në Gostivar, në udhëheqjen e trajnerit tim, profesor Arlind Huseini, ku me të dikun rreth 14-15 vite vazhduam bashk dhe arritëm që të korim sukseset jashtëzakonshme në sferën e karates, të me thënë në nivele ngritëm vendin, qytetin, në pjedestalet më të larta, po patjetër, në pjedestalet më të larta botërore, dhe mund të them që lirisht që njeriu i cili më ka shty para dhe për të arritur këto suksese në pjesën e karates ka qenë profesor Arlindi, por mbi gjitha pa mbështetjen e familjes, kjo nuk do të realizoheshte, sepse tash jam vetë trajner, gati 10 vite kam klubin e karates Asiart, dhe nëse më herët nuk e kam ditur që familja luan rolin kryesor, tash e kuptoj shumë mirë, sepse kanë rrjedhur mbi 600-700 fëmijë të cilët kanë ushtruar në klubin e karates Asiart, dhe janë shumë. Po, dhe realisht ato të cilët kanë qëndruar dhe kanë korë sukses si fëmijë, po edhe tash si të rritur janë pikërisht ato fëmijë të cilët kanë patur mbështetjen e familjes, jo ato më talentën. Më dhe unë kam pas talent jashtëzakonshëm klubin e karates Asiart,
që sot nuk merren me karate dhe nuk janë aktiv në sport. Shkaku i mbështetjes? Shkaku se familja e tyre nuk e kanë marrë seriozisht. Nuk e kanë marrë seriozisht, nuk kanë besuar se fëmia e tyre mund të bëhet diçka në sport. Edhe kështu që mendoj që familja është një ndër shtyllat kryesore që një sportist arrin sukseset të cilët pakte mund të themi kam arritur edhe unë. Po, me një fjalë mund të themi se gjendja emocionale, shpirtërore, luan një rol shumë të rëndësishëm, po edhe është një sfidë në vete gjatë gjithë rrugëtimit të një sportisti. Padyshim se motivi, disiplina janë dy gjëra të cilët e hapin rrugën e një suksesi. Motivi është e cila ta jep familja ti në momentet kur dëshprohesh, sepse rrugtimi është i gjatë dhe ka momente kur një sportiste dëshprohet për shkak mundet një humbjes që mund t'i ndodh, ose mosha, puberteti, dhe ka shumë faktorë të cilët ti mund të demotivohesh për të vazhduar me sport, dhe këtu është familja jo e cila të mban dhe të motivon në mënyrat e tyre të cilët mund t'i kesh në një kohë caktuar. Për shembull, nëse llogaritim një fëmijë 12-13 vite, mund të jetë një iPhone motivi i cili mund të jetë një PlayStation, iPhone, që ai mund të vazhdoj, sepse siç dihet botërisht që në një sportist suksesshëm e bën konzistenca të suksesshëm, dhe mund të them lirisht që do të gjej familja, prindët do të gjejnë një motiv se si fëmijën në një kohë caktuar kur ai ka krizën e vet ta shtyj, jo rastisht e përmend iPhone-i, mund të jetë iPhone-i, mund të jetë një motor ose ku e di unë çfarë ka dëshirë, dhe mbas të asaj ta motivosh sportistin dhe ai të vazhdoj me sport. E thash edhe disiplinën për arsye se pas një periudhës konzistente që ka një sportist, atëri krijohet edhe disiplina. Kur ai vazhdon të jetë konstant në stërvitje edhe ta marrë seriozisht sportin, atëherë vjen edhe disiplina. Sepse mund të them lirisht që deri në moshën 5-16 vjet ka kontribuar familja im që unë të kem një farë lloj motivi në sport, po mbas 16 vjetëve në sport më ka mbajtur disiplina. Disiplina. Po. Është krijuar ajo dashuria jote, ajo mo pasioni, dhe tash ndoshta edhe ti s'ke pas nevojë për motiv nga familja, ndoshta ti ke dhënë motiv familjes. Patjetër, dhe pastaj motivi është çështje relative, kur vjen ajo faza e disiplinës, disiplina të mban në sport, nuk të mban motivi, sepse mbas stërvitjeve të vështira që janë nga 2 herë, 3 herë në ditë, nuk mund të thuash që ke motiv për stërvitje. Kupton, lodhesh edhe mezi zgjohesh mëngjes, do të ora 5 zgjohesh. Tash gjithë e dimi se ka faktor që të cilët mund të ndodhin brenda ditës që ti të merresh edhe me një punë tjetër, ose familja, ose nëse je i martuar mund të jetë fëmijët, bashortja, ti mund të mbesish deri në ora 12 natës deri 1 natës, fëmijët mund t'i kesh të sëmur, dhe në ora 5 ti duhet zgjohesh, nuk mund të thuash që ke motiv për të ushtruar, kupton? Pa jo cila të mban është disiplina. Në ato momente të mban disiplina. Po, padyshim. Shumë çmime, shumë emërime të mëdha, tituj të mëdha. A e ke mbajt peshën e të qenit një shembull për të gjithë të rinjt e vendit tonë? E ke ndjej atë peshën se duhesh ndoshta të punosh edhe pak më shumë se të gjithë presin nga unë? Realisht këtë përgjegjësi e kam marrë kur kam hapur klubin e karates Asi Art, sepse deri në momentin kur nuk kisha trajner i klubit, nuk e ndjeja atë peshën e përgjegjësisë për të qenë shembull, po mbasi hapa klubin kur filluan atëherë në fillimet e para nuk isha edhe shumë i vetëdijshëm se duhet jemi vëmendshëm në çdo lëvizje të cilën e bëj, sidomos në qytetin e Gosivarit, po pak më vonë me situatat që më krijoheshin gjatë atyre viteve, kuptova që okej, tash kam një farë lloj përgjegjësie, do të jemi vëmendshëm për çdo postim që e bëj, për çdo shkrim që e bëj, për çdo fjalë që e them. Çdo lëvizje realisht. Edhe pak më vonë edhe kur jam punësuar si profesor,
Dhe me thonë, kanë qenë pak të në flasë për Ngosivar, nuk mund të flasë edhe për më gjërë. Për Ngosivar e kam djerat përgjithësinë që duhet jemi vëmendshëm, që t'jap një shembull të mirë për gjeneratat e reja, sepse çdo njeri unë ndjej për vete që jeta më ka dhënë shumë, edhe çdo njeriu i cili i ka dhënë jeta duhet në një farë mënyrë edhe ta kthej paktën tek gjeneratat e reja. Dhe unë çdo herë kam besuar, sepse gjithë e dimi që Maqedonia nuk është një shtet i pasur edhe thuash që ka sportistë të cilët mund t'i ringris shteti. Dhe me thënë çdo gjë nisin nga individët, edhe sukseset edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri nisin nga individ. Dhe unë çdo herë kam besuar që faktori individ, njeri, është ai i cili mund të bëjë ndryshimin. Dhe unë çdo herë, në çdo fazë të jetës time, kam nisur nga ai parim që mund t'jem edhe unë ai individ i cili mund të bëjë një ndryshim. Nuk e fillun nga vetja, po gjithmonë ke fillun nga vetja. Po edhe çdo herë kam patur besim ke kjo pjesë që aq sa kam mundësi mund të kontribuoj për të bërë një gjë mirë. Edhe pse zakonisht ka patur raste ku njerëzit edhe më ka thënë kote ke, këtu është kështu vendi. A je demotivuar? Jo, asnjëherë. Nuk jam demotivuar sepse prandaj thash para se më ka dhënë Zoti fat, edhe më ka dhënë shumë në jetë, për shumë i ri kam bërë veprime të cilët në sport faktikisht, rezultate të cilët kanë qenë të paparamenduara pak më herët. Bësh kampion e Evrope prej Gosivari, me një sallë pa kushte, edhe ti e ke arrit qëllimin, mbasi e ke arrit qëllimin, i ke parë rezultatet, se si kanë ndikuar ai rezultat në opinion, edhe ti e shef po mundëm edhe në një sektor tjetër ta bëj të njëjtën gjë, edhe ke ka qenë, edhe pse në shumë raste edhe ndoshta edhe kam dështuar, por mbi gjitha unë kam tentuar me bindjet e mia që të bëj një veprim e cila mund t'i shërbej shoqërisë në një kohë të caktuar, dhe edhe kur s'ja kam arrit, kam thënë unë e kam provuar, do vazhdoj përsëri, por me një jetë pastër. Më thënë, një jetë i ka qenë që çdo herë për të bërë mirë. Të lumt. Në fillim e përmende se zakonisht sportistët kanë një afat e caktuar për t'u marrë personalisht me sport. Si ishte momentin kur ti e realizove se këtu unë duhet? Unë dje isha me një emision edhe gazetarja po të njëjtën pyetje ma bëri, e tha shumë mirë që ma bëre këtë pyetje, edhe ju shumë mirë që ma bët këtë pyetje, sepse në manifestimin që u organizua ditën e shtunë për mbylljes të karrierës time, unë isha tepër i emocionuar, siç thash edhe në fillim, dhe shumë gjëra edhe nuk i thash. Edhe më vjen keq që gjëra, edhe më vjen mirë që ja e bëre përsëri këtë pyetje, që nuk arrita ditën e manifestimit që ta them arsyen pse unë ndërpres karrierën sportive, dhe ajo e cila është realisht përse unë e ndërpres karrierën sportive, është sepse para 2 muajve unë kam lënduar gjurin, domethënë kam këputur ligamentin në gjurin e djathtë, dhe kjo më pamundson mua që të vazhdoj me stërvitjet për momentin, pa mos bërë ndonjë ndërhyrje, domethënë operacion. Kirurgjikale. Po. Dhe presim që brenda këtyre muajve ta kryej operacionin, dhe kjo është për ato që e dinë është një ndër lëndimet më të rënda në sport, dhe rikuperimi i saj shkon deri në 1 vjet. Dhe unë jam dikun të afër 33 vjet, dhe pasi të operohem, pas rikthimit deri në 34, po gjesa të kthehem në formë do jem 35, po pretendimet e mia gjithmonë kanë qenë niveli evropian dhe botror. Nëse unë nuk përgatitem për nivel evropian edhe botror, atëherë kot ta vazhdoj, kupton? E tash për të përgatitur duhen edhe 2 vjet të tjera. Edhe do të arrin deri në 35, maksimum 36 vjet, ku nuk jemi në shtet i cili mund ta përballojmë një gjë të tillë, vetëm të merremi vetëm me sportin, nëpërmjet sportit ne të vazhdojmë që të rikthehemi në një formë
ku kam qenë. Dhe të mbijetojmë, dhe të mbijetojmë në të njëjtën kohë, sepse tash unë kam edhe familje, edhe sporti i karates nuk është sport profitabil, i cili mund të thuash, okej, une 2 vite do t'i përkushtohem sportit, për pjesën financiare nuk e ke problem, ose pas 2 viteve do të rikthesh mirë, por këtu tash unë duhet ta mendoj edhe punën, edhe familjen, edhe gjitha gjërat, e tash kur i merr gjitha këto, a do mund të përkushtohem te sporti. Jo, edhe kjo ishte arsyeja, po, nëse nuk i përkushtohesh atëherë, okej, mund të rikthehemi në kampion shteti. Kampion shteti jam mbi 20 herë, të bëhem 21, 22, se nuk e di edhe saktë sa herë jam kampion shteti. Dhe kjo është ajo e cila më shtyu që ta përfundoj karrierën. Tani e ke një rol të ri? Tani kam një rol të ri, si thash edhe më herët, jam trajner i klubit karates Asjart, po ashtu jam edhe seleksionues i juniorëve në reprezentacionin e Maqedonisë, po ashtu jam edhe antar kuvendi në Komitetin Olimpik, dhe së fundmi u bë gati 1 vjet e gjysmë që jam edhe pjesë një partie politike, cila po shumë u habite, dashur edhe shumë njerëz nuk e din. Nuk e kapëm reagimin se nuk e dija. Jo, jam edhe nënkryetari i Partisë Aleanca për Shqiptarët, që edhe nuk jam imponuar shumë, sepse kam dashur gradualisht. Unë nuk e pas kam ditur. Edhe aty jam duke dhënë një kontribut për shoqërinë, realisht, sepse të paktën për pjesën e sportit, mund të them lirisht që rrugtimin e një sportisti e njoh shumë mirë, dhe mënyra për të ndihmuar për sportistët e rinj, mendoj që nëpërmjet politikës është një mundësi e mirë për të kur vlerësohen, kur investohet e këta, kur mbështeten. Dëgjoj Xhanan, unë kam qenë edhe këshilltar në komunën e Gostivarit. Dhe në periudhën kur hyra në këshillin e komunës, domethënë viti i parë, ai kishte edhe 2-3 muaj 2017 mbaroi, filli 2018. Prej momenti që u bë 2018, e këndej, unë kam punuar për një rregullore, e cila realisht atë prej në fillim, realisht kur ti do të bësh diçka, të paktën në politik, çdo herë ai i cili duhet ta realizojë, që është kryetari i komunës, ose është lideri i partisë, okej, ai ka edhe drojën e opinionit. Duke patur parasysh që politika është perceptim. Edhe ai thotë, okej, ti do të bësh një rregullore për të ndihmuar sportistët. Në fakt, unë dusha t'u jep stipendion e sportistëve të rinj. Edhe reagimi i tyre ishte, okej, po, ti do t'u ndihmosh, po si? Si do? Nëse ti thua, okej, duhet t'i japim një djalit që është sportist, do reagone më njerë prindja ti, thët, okej, pse s'ka djalim stipendion. Do më thonë si do bëj seleksionimi? Do më thonë seleksionimi ti. Pastaj, po që se i japim një sportisti i cili është prindi ti një partije politike, qarë dhe thote ky aktivisti jonë i cili vrapon për ne dhe nuk merë stipendion. Si ne do ta përballojmë gjithë këtë situatë. Në thash, okej, me qenë se kam eksperiencë mbi 24 vite në sport, ma lënë mua në dorë, unë do ta menaxhoj që edhe të ketë lëvdata, edhe mos ketë asnjë kritik. E menaxhove? Si, ishte si, thash ja. Nëse doni ju që të realizoni një program, duhet që faktori njeri mos jetë faktor. Çka tjetë? Si. Thash, për shembull, do të bëjmë një rregullore, e cila do të bën përzgjedhjen e sportistëve të vitit. Me përzgjedhjen e sportistëve të vitit do ta bëjmë në bazë të pikëve. Për shembull, i ndajta sportet në 2 grupe. Sportet siç është futbolli, basketbolli, sportet komerciale, nëse mund ta quajmë, në një kolon, edhe sportet të tjera siç është karatja, judoja, këto sportet që jo fitimprurse, edhe që rezultati është pak më i lehtë për t'u arritur, se ti je kampion Evrope në futboll, me thënë Champions League-ën ta fitosh, edhe ti je kampion Evrope në karate, nuk mund të thëmë që është rëndësia e njëjtë. Futbolli është
nivel tjetër, kupton, tash që jemi objektiv. Edhe tash çfarë thash unë? Okej, ke njëra, do të bëjmë ke futbolli për shembull, edhe këto sporte tjera, basketbolli, do të arrisim koeficientin. Për shembull, dhe marrim nivelin shtetëror. Dhe kampioni i shtetit në futboll ka koeficient 4. Tek karateja ka koeficient 2. Okej, gjysma. E bëna me pik. Vendi parë ka 100 pik, vendi dytë ka 80 pik, vendi tretë ka 60 pik, vendi 4 kështu me rash pa. E tash thot, okej, kampioni i shtetit, çdo sportist do sjellë CV-n e vet. Momentin që ai do të sjell CV-n të vërtetuar nga federata, edhe shohim, për shembull, kampioni i shtetit në futboll ka 100 herë 4. 400. Bëjnë 400 pik. Në karate, vendi parë ka 100, herë 2, bëjnë 200. Po nëse është edhe kampioni Ballkanit ka 4 koeficient. Nëse është edhe kampion Ballkani, ka herë 100 herë 4, bëjnë 400, ai mblidhet 600 pik. Nëse janë tuti kampion shteti, fitonte futbollisti. Nëse është ky edhe kampion Ballkani, fitonte për shembull karatisti. Edhe këtu faktori i njeriu. Të kënaqur në fund. Domethënë, kur e nisëm këtë si projekt, ishte e parapam, se nuk e besoshin realisht. Në atë kohë, njerëzit të cilët ishin në komunë nuk e besoshin që kjo mund të ketë një reflektim të mirë, kupton? Edhe thanë, okay, hajde do shkojmë me nga 10 sportista. Edhe thash, okay, paktën le të jetë si provë kjo, kupton? Ta shohim edhe si do jetë edhe reagimi. Beson Xhanan që mund të them që lirisht 1 ose 2 prind më kanë thirrë në telefon dhe janë anku pse nuk janë fëmijët e tyre, edhe kur a kam dhënë rregulloren, u kam nxjerr edhe CV-jat e sportistëve, kom thënë ja, urdhëro, nxjerrë djalin tonë më mirë, asnjë problem s'ka. Më thënë, unë edhe pse isha bartës i atij procesi, s'kisha asnjë ndikim për shkak se sportistët zgjidheshin matematikisht. Kupton? Edhe me njëherë, mbas që realizuam këtë, me njerë të nesërmin, hajde ta bëjmë edhe për 20 sportistë tjerë. Po jo, thash, nuk bëhet kësë është procesi gjatë gjërësat të përzidhe. Ta bëjmë vitin e ardhshëm. Vitin e ardhshëm kapi edhe korona, edhe u çorientua situata, po pasi dola prej komunë unë, ky projekt nuk realizohet. Mos e s'ka kush ta bëj realisht. Nuk dinë pa. Edhe mendoj që nëpërmjet politikës realisht bëra diçka që edhe dhe ta dua si një moment shumë interesant që edhe më ka motivuar realisht, blejta një veturën, edhe shkova ta regjistroj veturën, edhe momentin kur ajo zonja ishte tu ma regjistru veturën, e lexoj emrin tim, në ndërkohë djali asajt ishte i përzgjedhur nga komuna për stipendion. Edhe ajo kur e pa Berat Jakupe e dinte se unë jam bartës, e kishte dëgjuar emrin tim që unë jam bartës i atij procesi, edhe realisht e ishte një zonë jo shqiptare, ishte maqedone, që unë nuk pash ngjyra as partijake, as nacionale, dhe e tha ju jeni Berati, tha po, tha ju punoni në komunë, unë edhe s'punojsha në komunë, isha këshilltar, thash po, tha Berata, vetëm tha dua tha të falenderoj, vetëm për një gjë, tha se me djalin tim tha merremi tha dikun 10 vite me sport, deri sot tha kërkush nuk na ka thirr për të na dhënë tha një mirënjohje, a ju tha na lajmërua tha për ta sponsoruar tha djalin tim, vetë pa mos u kërku tha. Tha ma shumë tha nuk e kemi shumë ke pjesa e stipendionit, po ke pjesa e vlerësimit. Mirënjohjes e vlerësimit që ju e vlerësut punën tonë që ne jemi duke e bë me fëmijën tonë. Do me thënë, nuk ishte shumë... Edhe prindrit i keni motivuar. Po, realisht, edhe prindit u motivuan që dikush fëmijëve tyre u avlerëson punën të cilën ato bëjnë. Ato e bëjnë. Do me thënë, janë disa detaje të cilët një sportisti mund të çojnë shumë para. Por kjo bëhet duke patur në udhëheqje njerëz të cilët duan ndihmojnë për sportin. Edhe unë kam parë shumë, kam shëtitur shumë, kam takuar shumë miq të cilët kanë qenë bartës të disa proceseve, nivel europiane dhe botërore, dhe e di se si mund të arrihen suksese, dhe prandaj edhe kam hyrë rrugës politikës që nëpërmjet politikës është një mundësi e mirë
për të ndihmuar të rinjve të paktën sport, por edhe më gjerë. Edhe më gjerë. Berat, unë faleminderit shumë për këtë rrëfim, për këtë histori, për emocionet që i dha. Rrugtimi ytë në sport ka mbaru, po ndikimi sa po ka fillu. Shpresojmë që të kesh sa më shumë ndikim, që të ndryshosh shumë gjëra, që ndihmosh të rinjve, sepse ne e dim që të rinjt më së shumti që duan të merren është me sport, me diçka jashtë profesionit, të një nxënësi apo jashtë librave. Shpresoj që të ndikosh sa më shumë dhe sa më shumë të rinj të shohin si ajo shpatulla ku mund të rrëfehen dhe mund të vinë dhe të ndjehen sa më të lirë për t'ju ndihmuar. Faleminderit edhe një për ftesën. Të lutem. E pra, miq të dashur, ishte edhe kjo e tëra që arritëm të përgatisim ne për sot. Shpresoj se ngele të kënaqur dhe gjithçka doli ashtu siç e paralajmëruam ne në fillim. Ju faleminderit që na ndoqët për plot 120 minuta drejt për së drejti nga servisi publik i Gjuhës Shqipe. Ju ftojmë të na ndiqni edhe nesër nga ora 8 pikërisht këtu për ngjyrat e bukura dhe ritmin që do e kapim nesër. E ju deri nesër paqet një ditë të bukur, ditë shumë pozitive dhe për plot dashuri. Deri nesër mirëmbëjtje dhe miru takofshim.